I nderuar drejtori institucionit nacional, ansambli muzikor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Tetov, jeton Pustina. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, jam jashtëzakonisht i lumtur dhe njëherës i krenar që sot kam mundësin të drejtojmë dhe të ndajmë me gjithë ju gëzimin për themelimin edhe një institucioni nacional që i ka munguar kulturës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithësisht ansambli muzikor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Tetov. Them edhe një arsye se ky nuk është institucioni i vetëm kulturor që është themeluar në periudhën e kaluar. Ky vjen pas themelimit të teatrove, bibliotekave dhe formave të ndryshme të mbështetjes, së rritjes dhe zhvillimit të kulturës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Akoma më krenar jam që në seancë të qeverisë do të marrim vendim me të cilin do të ndajnë në përdorim të përhershëm hapësira për këtë institucion dhe me këtë do të plotësohet kërkesa, por edhe nevoja emergjente për të pasur një pullas të vetin edhe ky institucion. Të dashur miq, krahas kësaj, me themelimin e ansamblit muzikor, kontribuojmë në përmirësimin e barazisë demokratike në shtetin tonë edhe në këtë sferë të jetës shoqërore. E ku tjetër nëse jo në Tetov, në qytetin e dy universiteteve, Tetovën e energjisë rinore studentore, këtu ku ka vullnet, dëshirë dhe mbi të gjitha potencial për zhvillimin e një institucioni që do e plotësoj mozaikun e ofertës kulturore shqiptare. Një vatër artistike që do i tuboj rreth vetes të gjithë admiruesit e muzikës serioze, vokale dhe instrumentale, muzikës së popularizuar dhe asaj jazz, për ta interpretuar dhe shijuar me vëmendjen e merituar. Ky institucion nacional kulturor do e pasuroj jetën kulturore në Tetov, por edhe në vend. Do të bëjë pjesë edhe në mirëqenien ekonomike të gjithë artistëve shqiptar të artit muzikor të cilët veprojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për funksionimin e mirëfillt të institucionit, sistemohen 42 vende pune për të rinj shqiptar, për të cilat veçmë janë shpallur 23 vende me konkurs dhe natyrisht me njëherë pas zgjedhjeve do të bëhet edhe përzgjedhja e tyre. Të nderuar të pranishëm, në fund më lejoni të uroj që institucioni nacional ansambli muzikor Tetov të filloj me një këmbë të mbar, të jetë i suksesshëm në kultivimin e brezave të rinj të artistëve dhe talenteve të muzikës serioze, ndërsa drejtorit të ansamblit dhe të gjithë entuziastëve tjerë që për çdo ditë zellshëm punojnë, ju uroj vullnet dhe energji për të na prezantuar në dritën më të mirë vlerat që do i krijojnë. Urime edhe një herë dhe faleminderit për vëmendjen.